Qa është një shabon. E njef shabonin ti? Njef Panosakon, Llapajn, Endri Shabanin, për shabonin. Agron Shehajn. Shaboni... Bires dy nga këto jo kanë akuzu si oligark, si njeri që keni bo me korrupsion, pasurinë... E kuptoj, Shaboni e kena mësu ne në Institut të Arteve, kemi pas një fjalë të shpejt në Institut të Arteve në të folur skenik. Shabani sharo me shar sharo Shabani. Shabani sharo me shar sharo Shabani. Tash ky Shabani që thot e keni pa gjesh lusën që ka qef edhe kur i thonë, thot oligark, knaqet kur i thonë oligark, për mu që nuk tale nga mjesit e darkë. Nuk di të daloj, tale dhe sarkazmën time dhe ironin time nuk di të daloj nga vërteta. Dhe ky buri ka marru Oxfordin. Dhe kur mu më kanë thonë që Shaba ka marru Oxfordin, e kuptot e apo, vajza ime, po Marola Larozen, shkëlqyshëm, është matematik të avancume, edhe do me ikë në Oxford. I kam thonë, babë, ku do me ikë ti? Në Oxford? Po në Oxford mërë papi thash ka marru Shabonin. Po qa do ti në Oxford mërë babë? E njef Shabonin ti? Jo babë, nuk e njef Shabonin, ku është Shabonin? Shabonin thash është gjeni? Si mërë babë thash është gjeni? Po shife Shabonin i thash. Nuk i ka thonë njëri puna marrë gjithë jetën. Qikur ka marru Oxfordin, pa bo një ditë punë dhe pa i bo provën jetës vetë, formimit vetë, intelektual në shkollë, nuk e di për qa ka studiu. Shaboni vetëm flet. Shaboni jep men. Shaboni jep definicione. Dhe bab, kjo megalomani që nena vjen nga Oxfordi, si mundet baba jot që ka bo gjithë këtë sakrificë për të shkollu ty, edhe ti ke kërku me sistem matematikën avancume, të qoj ty në Oxford një angel me gjithë të ëndra për jetën, për të ardhmen, dhe me gjithë këtë frymëzim që të vjen nga baba jotë që të mund të the Shabon? Dhe ky është Shabonin politikën, shqiptare që jo mi garantum që ka 3 palë zgjedhje, 4 zgjedhje, që del tallet në për këtë talavane këti pushtetit 3 këtu. Dhe Shaboni, sharon me shar, ka bo një aleancë madhështore me një burr tjetër. Jo mastoren e ka ai, Shaboni. Po janë të gjitha, syç lutem. Janë kanë bo aleancën, Shqipëria do të bëhet. Syç këta janë të gjithë mrena aleancës madhështore sepse këta ndjej janë të mëdhej. Olla, problemi është si ndjehesh. Orë sotri, këta janë të gjithë aleanca madhështore. Pse mos i japim kredit? Këta janë të gjithë te Kim Gjuzi, se s'du t'ja përmend emrin aty tjetrit se fillon kullo djersa. Tashti jom të thonë, Shaboni ka bo një aleancë mërsyç që ta dish se ka ardhur pranë. E ka bo me Panosakon. Panosako është një ekonomist që të jep ujë në Bishtlugës. E një Panosakon të jep. Panosako është një ekonomist që i për nërtë familje, se më të thonë, kur ka qenë të Leshelia i them LSI-s unë syç. Kur ka qenë të LSI-a, të Leshelia, ky zotni në Rum, imagjino se çfarë financash ka bo ky. E kupton? Te SHPK-ja e LSI-s. Dhe për financat që mbante në rregull të LSI-a, e çun ekonomist në Ministrinë e Energjisë.